Kredia afatgjat e dhënë nga sektori bankar vijon të zërë një pjesë të konsiderueshme të totalit të kredisë, duke shënuar një rritje të qëndrueshme vit mbas viti. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se portofoli kredive me maturim mbi 5 vjet ka arritur vlerë të lartë historike, duke reflektuar orientimin e bankave drejt financimeve që mbështesin investimet dhe pasuritë e paluajtshme. Një pjesë e madhe e kësaj rritjeje lidhet me kredit për blerje apo ndërtim banesash, ku individët vijojnë të jenë klientët kryesor. Ky segment i kredisë po bëhet gjithnjë më i rëndësishëm në strukturën e portofolit bankar, duke përfaqësuar një nga pikat kyçe të huadhënies në ekonominë vendase. Por zgjerimi i shpejtë i kredisë për pasuri të paluajtshme ka nxitur edhe shqetësime nga autoritetet. Banka e Shqipërisë ka nisur të aplikojë masa për të ngadalësuar ritmin e huadhënies në këtë segment, duke vendosur kufizime mbi raportet mes vlerës së kredisë dhe të ardhurave të klientëve. Qëllimi i këtyre masave është të ruhet stabiliteti i sektorit bankar dhe të shmanget një përqendrim i tepruar i rrezikut në pasuritë e paluajtshme. Ekspertët e tregut vlerësojnë se kredia afatgjat, sidomos ajo hipotekare, ofron stabilitet afatgjat për bankat, duke mundësuar një shpërndarje më të mirë të riskut dhe një rritje të qëndrueshme të portofolit. Megjithatë, mbikëqyrja e kujdesshme mbetet e domosdoshme për të parandaluar rritjen e çmimeve të pasurive dhe ngarkesën e tepërt financiare për individët dhe bizneset. Në këtë kontekst, bankat po përpiqen të balancojnë ofertën e kredive me kërkesën e tregut dhe masat e Bankës së Shqipërisë, duke u përpjekur të sigurojë një zhvillim të qëndrueshëm të kreditimit afatgjat, si dhe stabilitetin e sistemit financiar në përgjithësi.